Pas debatit të tyre në prime, Gjesti dhe Egli kanë debatuar sërish nëpër shtëpi, por ka patur edhe momente ku kanë folur me qetësi. Gjesti së fundmi i ka treguar Eglit se si është ndjerë nga dalja e saj, por banorja nuk e ka besuar. Jam ndjerë në faj. Thosha qysh kjo gjendje, krejt unë i bëra. Po mundohesha të gjeja një gjë që të qetësohesha. A e solla unë këtu gjendjen apo ajo vetë, tha ai. Ndërsa në një tjetër momenti i tha, kam qenë në gjendjen më të rënë, ndonjë ditë nuk kam qenë në gjendje më të rënë. Një javë pas daljes tënde kam qenë tmerr. Shumë gjëra i kam kujtuar dhe i hyra thellë. Egli i ka thënë se i vjen keq që Gjesti është ndjerë ashtu, por edhe ajo është ndjerë shumë keq dhe për faj të tij. Danja e pyeti Gjestin më pas se çfarë ndjeu ai kur u rikthye Egli në shtëpinë e Big Brother VIP. Kam qenë i emocionuar. Nuk e prisja. Më kujtohej si e lash dhe i hapja sytë si është tani. Nuk më vjen mirë për gjërat që kanë ndodhur. Kjo nuk më lë të flas. Ti do të ma luash mua shefen, unë ta luaj shefen. Ose do bëhemi të dy shefa, ose të dy nuba, tha Gjesti.